Tek prostata? Tek prostata. Si e përdorim hithrën? Kjo hithra mund të përdoret me shumë efektivitet dhe efikasitet për të frenuar zhvillimin e gjendrës së prostatës. Pra, në veçanti për adenomën e prostatës. Po si për shembull, ne kemi gjetur një bimë, Epilobium parviflorium, e cila, kur unë shkova ndë nga vendlindja ime, gjeta tek një burim, pra në një vend që ne i qonim Guva e Nivicës, atje unë gjej në atë burimin këtë bimën. Si quhet edhe një bima? Bima Epilobium parviflorium, e cila mund të shkoj deri në 1 metër, 1 metër e gjysmë lartësi. Bëhet aty ku ka ujë të burimeve të pastra natyrore dhe malore. Në miniatur bima është kjo. Ka një aromë të veçantë dhe kjo afërsisht përdoret, merren ato lulesat e saj, përdoret bashkë me rrënjën e hithrës dhe gjethet e hithrës. Shtojmë në të edhe është përzierja që po një përgatisim për zmadhimin? Rrënjë hithre, e prostatës. afërsisht një lugë çaj. Gjethe hithre, afërsisht përsëri një lugë çaj, sepse hithra ka veti që të shtoj diurezën dhe të më largoj acidin urik, të ndihmoj në shkrirjen e gurve në veshka, pra ne sepse ka shumë acide organike. Por këtu në studio ne tregojmë afërsisht këto bimë. Gjethe hithre, rrënjë hithre dhe Epilobium parviflorium, e cila ndihmon në zvogëlimin e edemës së prostatës. Shoqërohet më mbrapa kjo, po sigurisht që do të zjej, konsumohen rregullisht 3 gota në ditë. Për sa i përket kombinacionit me farat e kungullit, farën e gjëmbit të gomarit, edhe ndonjë bimë tjetër, në varësi nga shkaktarët e smundjes, njerëzit tek ne nga prostata janë tepër të kënaqur. Pra vinë me atë modestinë e tyre dhe thonë faleminderit, më ndihmove shumë mirë. Dhe kjo nuk është merita jonë, është e këtyre, është e natyrës. Ne thjesht bëjmë rregullimin e atyre strukturave dhe të formulave. Të përdorim të parëm, apo është gjëta tjetër, që të tregojmë pak edhe ngjyrën që lëshojnë? Kjo është e dyta, se s'ka lëshuar shumë ngjyrë. Ndërsa kjo është e para, për të kuptuar pak që nuk ka zier, por është në proces lëshimi, se duhet të përvlohet. Kjo duhet të qëndroj 15-20 minuta. Minuta që të lëshoj atë ngjyrën jeshile. Të lëshoj ka atë klorofilin, që ne nuk e përmendëm, në hitër gjende 0,2-0,3% klorofil dhe acid klorogjenik, që ndihmon shumë mirë në uljen e kolesterolit të keq dhe të atij dhjamit në lëkurë. Pra acidi klorogjenik dhe acidi kafeik që ndodhet këtu. Ne këto përbërësit e hithrës vetit kimike i treguam kështu, përbërësit kimik dhe ato i ndam, si thuash në varësi nga smundja, ku ajo godet më shumë.